Okej, shikues, koha për gatim. Do ta lëshojmë furën direkt në 180 gradë, ja kështu. Dhe do të futemi te kuzhina ime ku do të gatuajmë sot një snack, një starter, një meze. Është një aperitiv i njohur italiana me bukën fantastike ciabatta. Pra, thash që për të ftuarit sot bëjmë diçka pranverore dhe të lehtë. Diçka që na pëlqen krejtve, krejt jemi rritë ty hangër bukë djathë e domate. Tu kemi djathin mozzarella, kemi 3 domate, thash që pëse më dështon në një gjatë prerjes. Kemi vajnë ulliri më të mirë, monini italian, 100% ekstra të virgjër dhe magjia, dashnia tjetër e italianëve, pesto genovese. Kisha 2 lloje aty, kam një më kremoze dhe klasike që është me djathë parmezan dhe borzilok, e kam hapë më herët. Është fantastike. Atëherë, çka do të bëjmë? Do ta marrim thikën e bukës, do të fillojmë ta prejmë krejt në mes bukën, do ta hapim, do ta lyjmë me pesto, djathë domate, s'po flas, ndiqeni tani. Dhe, ja, buka ciabatta u pre. Momenti tani do t'i lyejmë, por fillimisht t'i vendosim dorëzat. Djathin e mozzarellës e kemi pre, tash është koha e domateve në format umbullakta, ja kështu, shumë thjesht. Okej, i ndrum dorëzat. Po e marrim një luftë të mesme. Dhe po e marrim tigulljen më të mirën. Ja kështu, do ta shihni si do të fillojmë tash procedurën e super bruschetave italiane. Okej, shikues, tu kemi një letër kuzhine, ta vendosim kështu. Opa, u mbyll. A di çka? Të bëjmë qyshi. Hajde, një sekond. Edhe, opa. Po e marrim, ja. Ja, është mira copë e bruschetës. Do ta lyejmë edhe të dytën. Pra, e kemi lyjë komplet me pesto. Dhe kemi fillu me domatën, domate, djathë, domate, djathë, domate, djathë. Kemi vendosur vaj ulliri monine, pak krip, pak piper të zi, dhe tani do të shkojmë me procedurën e njëjtë. Ne 2-3 brusketat i kemi gati dhe do t'i vendosim tani në furrë për 10-15 minuta në 180 gradë. O, zot, o, zot. Ja, kështu. Wow, shikues, ja pra, ai po e marrë këto, ja ka çka valli, ja. Çfarë bruschetta, ta provojmë? Ju lumë shënduar? Jo, e na? Ka dalë shpak. Qa po ndodhë të oj, ja këti njërë me shiu, ushqim, a veç me këshyrë.
Për juve e kom bo veç, për mu e pas na bo zhiku. Hajgare veç. A e mirë? Po veç na jena kena tjetër detyrë këtu po mdovet. Po veç na njëre, pas keme po. Festin fanaj, Florin fanaj. 2 vëllezërit, nga 3 vëllezërit, më falim. String. Live shikues, vetëm për ju. Mirë mëngjesi. Mirë më gjesi. Ma latëm fyt. Po normal, kus nafton edhe neve. Këto të duda. Më falni shikues, kjo është krejtë e juja. Ana, ti vazhdo, na po vazhdoj me tonën. Shikues, hap një vesht, lum ju dhe lum unë që i kam vëllezërit fana, ja? 1, 2, 3, italiano, ha? Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Shkojna pas marketingut, s'm po duroj. Para Roma, po? Po, ha? Mere. E mora. Mere. Hajde të është ku marketingu, qa pishën e shikuzve, a e mita e këtë fut këtë. Qështu ka shkri, ka shavalli për mi. Edhe pesto, ja? Full lezet. Perfekt, gabo. Hajde, 1, 2, 3.